Një bord paqeje, por pa lider, ose të paktën pa krerë shtetesh dhe qeverisht të demokracive të mëdha europiane të G7-s, me përjashtim natyrisht të presidentit amerikan Donald Trump, për të diskutuar të ardhmen e Gazës të enjte në Washington para se gjithash nuk do të jetë kancelari Merz, as si pjesëmarrës bëjnë të ditur burimet të qeverisë në Berlin për La Repubblica, por as edhe si vëzhgues, si pasojë nuk do të jetë as Meloni. Në të vërtet, më pak se 3 ditë nga ngjarja nuk është ende e sigurt, as pjesëmarrja e Tajanit, niveli i përfaqësimit të kancelarëve mund të ulet edhe më tej. Presidentja e Këshillit në fakt nuk e ka përjashtuar ditët e fundit udhëtimin, por me kusht të fluturonte së bashku me liderin gjerman. Ishte e paimagjinueshme në fakt, ishte vetmja në krye të një qeverie perëndimore që do t'i bashkohej formatit hedhur nga Donald Trump. Të dy e kanë diskutuar disa herë këtë çështje orët e fundit. Burime nga kancelaria konfirmojnë jo rastësisht kontaktet e vazhdueshme me Melonin, edhe pse më pas shtojnë. Pavarësisht kësaj, është e qartë se Merz nuk do të shkojë në Washington. Italia nga ana tjetër dëshiron të bëjë të ditur se në një farë mënyre është e nevojshme të jetë e pranishme. Dje Tajani e diskutoi këtë me ambasadorët në selinë e ministrisë. Ai foli gjithashtu me drejtuesit kryesor të partisë së tij. Nuk fsheu disa dyshime mbi strukturën e bordit të paqes, duke ritheksuar pengesat kushtetuese që nuk lejojnë të shkohet përtej rolit të vëzhguesit, por shprehu edhe këto arsyetime në mbështetje të përpjekjes amerikane. Bordi lind për të mbyllur 2 vitet e luftës në Gaza dhe në perspektivë çështjen palestineze që zvaritet prej 80 vitesh. Është e përshtatshme të jemi aty, me mënyrat që qeveria do të konsiderojë të duhura, duke u mbështetur në rolin dhe profilin ton. Të mos jesh aty do të mos dish çfarë ndodh përballë shtëpisë son. Roma pra do të kontribojë duke formuar policinë e palestineze, madje edhe duke rritur praninë e karabinierëve në Rafah. Me pak fjalë, objektivi është të mbahet një këmbë brenda nismës. Në diskutimin që po zhvillohet në Ministrinë e Jashtme dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, del në pa edhe nevoja për të mos lejuar dështimin e punimeve të bordit të paqes. Nëse kjo do të ndodhte, mund të dështonte përpjekja për të çarmatosur Hamasin dhe për të ndërtuar daljen e forcave të armatosura të Izraelit nga zona. Formati i nisur nga Trump, sipas arsyetimeve të disa pjesëmarrësve në mbledhjen e ambasadorëve, i detyron palët të negociojnë. Nëse do të funksiononte, madje mund të eksportohej edhe në pjesën tjetër të lindjes së mesme. Ndërkohë, struktura e Ursula von der Leyen nuk është e vetmja që po mban një qendrim të ftohtë ndaj formatit. Qeveria gjermane po reflekton ende nëse do të dërgojë dikë në takimin e Washingtonit, por një burim diplomatik zbulon se kujdesi po mbizotron ndaj hipotezës për të dërguar një përfaqësues të qeverisë. Një nga opsionet është të garantohet të paktën prania e dikujt nga Ministria e Bashkëpunimit. Kancelari, siç u tha, nuk do të jetë i pranishëm, edhe pse kujtojnë nga Berlini të premten dhe të shtunën ai është i angazhuar. Një rrethan që theksojnë të njëjtat burime gjermane është e njohur nga kryeministria italiane, e cila gjithsesi u përpoq ta përfshinte. Edhe nga Ministria e Jashtme gjermane nuk ka deklarata dhe nuk është e qartë nëse homologu i Tajanit, Waderfull, do të vendos në momentin e fundit të fluturojë apo jo drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në konferencën e sigurisë në Munich, megjithatë, reflektimi ishte përqendruar në një ide tjetër nga ajo e dërgimit të kreut të diplomacisë. Këto nuk janë sinjale pozitive për bordin. Kjo është arsyeja pse ende nuk është e sigurt nëse në samitin e Washingtonit do të marrin pjesë vërtet ministrat e jashtëm.